Më fal, o Ramazan. Fjalët më fal, i domiku dhe armiku, zbuten zemrat në kohën kur vlojnë nga hidhërimi, inati, hakmarrja. E thë babai i njerëzimit Ademi alayhis salam kur gaboi. Është pjesë e fjalorit e njerëzve më të mirë që njohu njerëzia, pejgamberët e Allahut. Mbretër e burrshtetas e shqiptuan kur gabuan karshi popullit të tyre. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e thoshte dhe i mësonte të tjerat që ta thonë. Këtë fjalë e tha edhe burri i madh i këtij umeti, Omeri radiallahu anhu. Kjo tregon kulturën, vlerat, personalitetin, virtytet e një njeriu që e thot. Koha më e mirë për ta shprehur këtë fjalë është kur je në pozitën dhe anën e të fortit. Ju kujtojnë ato ditë kur ne pritëm mysafirin e Allahut në shtëpi tona, kur ne mësonim si të sidheshim me të. Ja, ky tani po shkon e duhet i kërkojmë falje. Më fal, Ramazan. Më fal sepse nuk u solla me ty siç duhet të sillet një koqiri me mysafirin. Më fal sepse shpesh të rëndoja me fjalë dhe bëja shaka. E ka zënë Ramazani. E ka lodhur Ramazani. Ja, po e përzë Ramazanin. Më fal kur ti u ndjeje i shqetësuar kur unë ngatrohesha me njerëzit e ti nuk e pëlqen. Më fal kur para teje unë përgojoja, mashtroja njerëzit e ti na mësove të kundërtën. Më fal, sepse unë në ditët e tua e harxhoja kohën para televizorit duke parë filma, seriale dhe lojra, kurse ti nuk i shikon këto. Më fal për ditët që kalova pa agjëruar, kam turp, kam frikë, që ndoshta do të vijë një ditë kur unë do të dua, por ti nuk do të më pranosh sepse unë atëherë mund të jemi smur. Më fal sepse kohën më të madhe e kalova në gjumë, kurse ty të lash vetëm duke më pritur që të zgjohem. Kohën nuk e kaloja me Kur'an, shumë namaze janë shkalova. Teravit nuk i fala me rregull, edhe pse ti ma kërkoje. Sofrën unë e mbushja plot, e ti më thoje, ndaj edhe pak për të varfrin. Ramazan, më fal. Të kërkoj falje në emër të popullit tim, të atyre që janë nga gjaku im, që flasin të njëjtën gjuhë, ata që i thon vetes musliman dhe nuk të hapën derën. Vinte syfyri, kaloja pranë shtëpive të tyre e ata ishin në gjumë. Vinte iftari, e ata nuk bënin iftar me ne sepse iftar e kishin tërë ditën. Më fal në emër të tyre, sepse ata nuk din. O Zot, na fal për çdo lëshim që bëm në këtë muaj. Kërkojmë kënaqësinë dhe shpërblimin tënd. Zot, bëje zjarrin haram për ne. O Allah, o Zot i gjithësisë, na fladit atë ditë ku nuk ka fllad pos fladit që ti na ofron. O Zot, ashtu siç gëzoheshim në kohën e iftarit, na mundso të gëzohemi ditën kur të takojmë ty. Ndihmona ta mposhtim epshin, armikun ton. O Zot, çdo musliman mbi rrezullin toksor, ruaja gjakun, pasurinë dhe nderin. Amin.